Të dhënat të reja nga kërkimet shkencore sugjerojnë se nivelet e mjaftueshme të vitaminës D mund të luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit dhe uljen e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimer's disease dhe demenca. Një studim afatgjatë që ndoqi rreth 800 persona për një periudhë 16 vjeçare zbuloi se individët me nivele më të larta të vitaminës D kishin më pak akumulim të proteinës tau në tru, një nga shenjat kryesore që lidhet me Alzheimerin. Sipas analizave të mëparshme, mungesa e vitaminës D mund të rrisë deri në 50% gjasat për të prekur nga demenca me kalimin e kohës, duke e bërë të vitamin një faktor potencialisht të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të trurit. Shkencëtarët theksojnë se vitamina D mund të ndihmojë në mbrojtjen e trurit duke reduktuar inflamacionin dhe duke ndihmuar në eliminimin e proteinave toksike që lidhen me dëmtimin e funksioneve njohëse. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se marrja e suplementeve nuk garanton parandalimin e këtyre sëmundjeve dhe se nevojiten studime të mëtejshme për të konfirmuar lidhjen shkak-pasojë. Ata rekomandojnë që individët të mbajnë nivele të balancuara të vitaminës D përmes ekspozimit në diell, ushqimeve të pasura me këtë vitamin ose suplementeve, veçanërisht në moshën e mesme për të mbështetur shëndetin e trurit në të ardhmen.